në fuqi. Rikthehemi miq të dashur në transmetim të drejtë për drejtë dhe pyetja është një dhe një vetë. Si Iken Rama? Na e tregoni pak në 069 27 22 272. Jemi shumë kurioz dhe I mirpresim opinionet tuaja në formë mesazhesh ose telefonatash. Na duhet një skem, na duhet një recet, na duhet një metodë miq të dashur si Iken Rama, ndërkohë do të kemi një ditë shumë interesante sot. Do të kemi një hapësirë për aksidentet e tmerrshme që po ndodhin në Shqipëri, më e pak foton e aksidentit të Bulqizës, sa shpejt apo avash ka qenë kjo makina që është në këtë gjendje, lutem thuaj që e ke regjia e plumbit, I linçit, pëllumpit. Ja, urdhro. Makina përfundon majt pemës. Më pëlqeu shumë kjo foto kur e pash ditën e dieshme, thash. Duket si të jetë Duket që ka qenë me 20. Instalacion artistik dhe jo. Po si autobusin mes Lanës, kujtohet? Po, më kujtohet. Në tmerrshëm. Po ndërkohë, sa shpejt ka qenë një njerëz që I përfundon makina, se tash gjithë kemi ngarë në mënyrë të gabuar, kemi qenë pa gjumë, I gotë ndonjëherë, po në këtë gjendje makina kështu afro të gjithën ta shquaj publiku, është makina komplet vertikal. Urdhro. Plotësisht vertikal makina. Duket sikur e kanë marrë varrezat dhe e kanë vënë pingull më. Komplet pingull. Një kryevepër artistike. Duket si art nouveau. Po, pikërisht. E vetëm pemë që kishte mbetur në. Një pemë që kishte ngel aty e mbytën. Goxha e fortë pemë. Dakor, sigurisht urojmë që të mos ketë asnjë të lënduar në mënyrë permanente dhe të jetë çdo gjë kalimtare. Do të mirpresim telefonatat dhe mesazhet tuaja në 069 27 22 272 si Iken Rama është pyetja dhe këtë duam ta zbulojmë nga ju. Tani ta mirpresim një nga WhatsApp-i apo nga regjia? Duke ndjekur. Nga regjia apo nga WhatsApp-i? Nga WhatsApp-i. Alo, mirëmëngjes. Ja shumë zhurmë. Më thuaj. E di se Iken Rama? Si? Kudo që të shkoj, ta zëjnë me një dru, që mos të gjej vend ku të futët. Vetëm ashtu Iken ai. Dakor. Se ndryshe, nderit. Përshëndesim zonjën, Konqize, përmbledhur dhe e qartë, edhe pse duket se nuk e themi dot atë. Mirëmëngjes Flavë, një ditë të mbar. Do doja të shifja një video, çfarë video ishte kjo? Videon e Ramës kur thoshte që shqiptarëve nuk u ngrihet. Dhe kam një banderol për nesër, Edi Rama o hajdut bashkë me lindën na u zhduk. Ka një problem kjo banderola. Shumë të madh. Me cilin lind? Me Belindën, me Mirlindën, me Linditën, se edhe asaj thon Linda. Po, me Majlindën. Majlindën, me Lindën. Linda është Linda. Linda është Linda. Linda pra. Ajo Linda. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Një sekondë regjia se jam në WhatsApp, lutem. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje të mirë. Më thoni. Si ka për ti Rama? Rama është I ikun, vetëm se ne shqiptarët e kena marrë kështu me zërt, se ai kishte ka pas drejt me ka herë, në fakt, me thon drejtën. Sepse nuk kanë me gjë pa thonë, përveç stacionit ujë, po edhe shqiptarët ku kanë qenë, fjalë të mira kush kanë folë për te. Për jo tashi, po kur ka qenë kryetar bashkiet në atë kohë. Po, I vetmi shqiptar jena ne, si nuk e kena një njeri që me qenë tamam, që me e pa dhonë shqelmin me vite, jo sot, se për sot duhet se zbën me I kë njeri mërë. Se zbën do t'i ke kë njeri, kë kriminel, kë poshtër, kë imoral, sepse tha mirë ti se me cilën lind ka për t'i ikë. Po kë ka gjithat vetat mërë, t'i ke ka done vrasi vesen mërë. Se na ka mërzdi shpirtin. Është tur për Shqiptin tonë që s'ka një lash me abo njerëzve, a i shkon në bana si budalliqesh aty. Edhe ata familjen që të shoj njeri aty, fëmijë aty, ata du t'i zhduken njëre për gjithmonë, më edhe ata, se janë si puna këti. Ja kuptoj. Është turp. Ne du t'a heqim minut, jo orë, po minutë më parë këtë zot njeri, këtë poshtë, këtë maskara. Dakor, zonjë, faleminderit.
Nga të munu, po nuk e di se sa pas realitet puna jo në fjalët e tona, e punët e tonë. Ju falenderit. Faleminderit juve. E përshëndesim zonjën, ndërkohë do të vazhdojmë me atë telefonatën që lam Pezull nga regjia tonë. Nëse kemi ende? Alo, mirëmëngjes. Ti ndjes miku ton. Regjia jeni një talent i rrallë për t'i bërë gjëra të lëmsh, nuk e di. Te TV Shpresa kanë punuar, apo do shkojnë të punojnë këtu. Te TV Shpresa. Hajde, çketën na e ndani mendjen, mos na lini kështu Pezull, mos na lër si thoshte edhe kënga e Redon Makashit, mos na lër kështu të vuajmë. Përshëndetje Flavio Rama ikën ashtu si ka filluar dhe do iki si lepur. Ndërkohë, jo, kishte erdhur shpejt. Nuk e di, Shqipërinë po e shiti Hajduti, ai duhet të s'polen gjë pa bërë në këtë vend, s'duhet presi, s'duhet hym opozita, s'duhet hy as në parlament as në komisione. Duhet qëndrimi i hekur ndaj këtyre se këta s'njohin kufi, Flavio. Zvlen fjalët. Ky popull duhet të reagojnë protest edhe ndaj atyre që nuk dalin. Dakord? Ndërkohë miq të dashur, vazhdojmë mirëpresim një telefonat tjetër nga SBA-ja. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Më thuaj. Alo. Urdhro. Ju shikoj aty si ikën Rama. Rama, a di si ikën? Ama. Vetëm me hut. Me hut? Me hur. Ma e kuptoj. Me çik thirrje për dhunë kjo? Është pak më duket. Dakor, zotëri. Thank you për telefonatën. E përshëndesim mikun ton nga Shtetet e Bashkuara, ndërkohë ta dëgjojmë pak më kur kishte pjesën më të mirë të fjalimit. Po cila mund të ketë qenë pjesa? Kishte disa pika në fakt, shumë kulminante. Ka një të mirë fare kur tha një njeri kur foli për tradhti. E mendova batutën që mund të bëja? 7. Kur unë kam hyrë në atë zyrë, kam thënë s'ma e bët ku ka hyrë. Që zyra është e imja. Po. Pushteti është juaj. Pa. Dhe nuk kam premtuar që s'do bëj gabime. As që nuk do bëjmë gabime, po kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do ju tradhtoj kurrë. Por në kumbull ka nga njëri ajo? Nuk është vendi këtu për t'ja shpjeguar gjitha arsyet e këtij premtimi. Po këtu është vendi tani për t'ju treguar se si ju kanë manipuluar, se si ju kanë tërhequr, duke shfrytzuar pikërisht avetarin, dëshirën për të pasur një vend të bukur, një vend të pastër, një Medis të mbrojtur. Stop. Na kanë manipuluar. Një sekond. Tani tregojmë pak dëgjuar. E zëmore na kanë manipuluar. Një sekond. Na pas kanë manipuluar. E marrim çështjen e Zvërnecit, pra historinë e Shqipërisë nga e shtuna e këtej e lëmënjan. Po nga e shtuna në mëngjes e 13 vite para të shkuara. Ku ishit ju? Kush na manipuloi neve? Kush na keq përdori atë dashurinë tonë? Si ndodh që na mungojnë shumë kumbulla dhe pjeshk dhe rrush pas shpine? Si ndodh që asnjë nga projektet infrastrukturore të premtuara nuk funksionon dhe nuk është bërë dhe kanë qenë gjitha thjesht mjet për vjedhje? Si ndodh që para se të na manipulonin për Zvërnecin të zhytur Durrës Marina me 1 metër, apo po rrifen e po vriten shqiptarët nga veriu në jug për pronat e tyre, apo ti dole me paketën e maleve për t'ia marrë ato prona, apo bëre ligjin për çmontimin e zonave të mbrojtura para 2 viteve, duke na gënjyer dhe Leo DiCaprio, i cili ka vuajtur mjaftueshëm në këtë jetë që nga Titaniku e këtej. Si ndodh kjo, apo këtë nuk e dim dhe s'do e dim dot kurrë. Belgjikën do e dëgjojmë në këtë studio, ta dëgjojmë. Mirëmëngjes, Flavio. Mirëmëngjes. Si të fikën Romo, Po. Ati po si shkunin të shtëpia, nuk ik dot. Do të m'ja bëj vizitë të shtëpia dhe e shef se i merr molet. E kuptoj. Dakor. Dhe na bani me ditë kur të vinë të i ka Bruxelles, si shkojme të takojme ti.
të respektojnë me fetolin. Duket se tani do vi ai Brukselit këtu, nuk do shkoj këtu në Bruksel. Takimi radhës, po mbetet për të parë. Në lajmëroni se ta presim mirë. Faleminderit, e përshëndesim mikun ton nga Brukseli dhe spostohemi sërish në SBA. Alo, mirëmëngjes. Po, ju përshëndetje nga New Yorku. Përshëndetje. Si i kënë Rama, po mora shkas me këtë insertit që pasë tani, që thot, ju kam thonë që ju shpillim se zyra është imja, pushteti është ju, po qarë pisi dhe atë, po qarë, sa i pa bura është kjo, sa i pa anti-shqiptar, mora. Unë moj mend qysh në Shkodër, për të ardhi Lirbeqe në spitalin e Shkodërës, u qunën aty njërë shkonë arti, kishte policinë që po bate blok aty, u quaj drejtori policisë, i shefi, i kapi policit për gjaketet e shkapet, të janë dhënush, më të janë enverista, më të janë komunista, më të janë anti-shqiptar, më anti-zët. Po do të shpopli të asistojnë aty shukur është nejës tani, besoj që a nejës, po i vinë fundi. E kuptoj. Dakor. Rojnë e ta majnë një aty, se u pa di se po qante e poshtu, se është i poshtu, kjo është inteligent, që të qëtja, të në pushtësinat e poshtu i kokit. Pak gjëra. Po, kjo është, shka burin më të liku, shka më të liku në rrugë, se sa është burë, se kemë të thjashtë, puthador, burës e të qujes, të qëtjet i ko. E bëm copash, po kacavese të vogla. Ju përshëndes zoti. Edhe ne përshëndesim mikun ton, se që pash një mesazh interesant, mirëmëngjes, Yje Rama është i ikur me 2 të bëra bio pas slogane politike. Po paguan aq fort mediat dhe rrjetet sociale që protestat janë të organizuara, apeti në protestë çuditshme, pas vetëm njerëz që duan që sistemi të marrë fund. Sot vazhdon sërish në shesh, ndërkohë, mirëmëngjes Flavio, Rama ikën me qofse vazhdon protesta për ditë. U tërbua WhatsApp-i, do të mirë presim ata nga studi kanë përshtypjen? Ta mirë presim në një. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë. Po, tani, unë po të kisha kon televizive, të isha kjo ju, dhe të kisha të gjitha një listë me të gjitha emra atyre që dollën dje në protest, do t'i lexoja një me një dhe t'i falenderoja një me një, jo të gjithë. Kaq, një protest qytetare dhe masive dhe jo me militant partije. Dhe na kjo do të ketë frikë Edi Rama, na kjo shtres. Ati është do njëri dje kishte një zërnes më vete. Nuk ishte çështja e zërnesit, ishte zërnes më vete çdo familje. Për arrogancën e këtij pushteti, zotëri. Mirë këto prishjet publike që janë bërë për të ngritur parë qelulishte për ata që i kanë sabtuar në mënyrë të paligjshme, por ata që i kanë pranë dhe plera dhe këta ja marrin me një vendim këshillit bashkiak, pa i pyetur fare. E ka blerë tjetër prononcia me mirë ata që i kanë paligjshme. Është bërë e padurueshme. Ja kjo është protest pa militant, partish, pa nostalgjik, pa përdorënërisht. Këta janë njerëz, këta janë qytetarë, këta janë shqiptarë të vërtetë, që janë të korruptuar, që s'kanë përfituar nga pronat e shqiptarëve, nga lekët e shqiptarëve. Dhe duhet të mbështetur. Dhe këtu, kjo është ajo shtresë që e përmbys të sistem. Këto parti, të klasë politikë, dhe duhet të zgjuar dhe më duke se po zgjuar. Nuk është çështje e zërnjezit kjo është e akumuluar ndër vite. Kjo mblefti kanë njerëzit. Dhe do të shpërthejmë duhet. Dakor, falenderoj zotëri. E përshëndesim zotrin, ndërkohë shumë i shqetësuar edhe ministri i bujqësisë. Andi Salla? Ai, Andi Salla. I shqetësuar? Po, ka bërë një prezantim gjigant. Pasi dështuan me diellën, tani kanë bërë një gjë tjetër më idiote se diella. Gjason pak me Shqipëri, prallën e Peter Pan. Po edhe ky prandaj gjason ylli, e kanë qenë ylli. Është të mëshme, kjo gomarliku i radhës. Ylli 2 në të djathtë dhe vazhdo drejt deri në mëngjes. Po ylli në fakt ylli polar, nuk e di. Por ka lindur diella yllin. Ju kërkoj ndjes miq të dashur nëse nuk e kuptoni atë që po them, por po citoj këtu Andi Sall, ministrin ton të bujqësisë, ndërkohë dje ne patëm
intervistë që personalisht më tronditi shumë me një fermer në këtë studio dhe mbi gjitha pamja e duarve të ndershme të punës së djersës së ballit më ka lënë kështu pak të tronditur ende dhe pa drejtësitë që ju bëhen fermerëve shqiptar, por ç'bën ndërkohë Andi Salla harton një asistent digital për këta fermerë që me sa duket që nga gjëja vetme që mund të duhet. Ose më prioritarja. Sot jemi duke prezantuar një nga personat cilët do të jetë asistenti i çdo fermeri në çdo telefon, ku një element i rëndësishëm i këtij portali që ne kemi vendosur dhe emrin Ylli është asistenti i parë digital i fermerit shqiptar i bazuar në inteligjencën artificiale. Ylli është gjithmonë gati, është aty. Edhe ditën edhe natën. Se yjet janë aty dhe ditën, por ne nuk i shohim. Patjetër. Edhe dielli një yll është, po. Ne kemi hequr nga flamujt, jam shumë kurioze si do të jetë logoja e këtij personi. Nuk e di. Ja ta mirëpresim një telefonat tjetër në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni. Sa për temën, desha thosha shkurt 2 fjalë. Nuk mund të ikin një trastar kombi dhe një mosër si Edi Rama. Iket vetëm me forcë. Ja kuptoj. Duhet bashkohet se ky po e sopton Shqipërinë, po e rënon, po e varfëron, po e të bën nga Shqipëria është diktatori më i egër në Europë. Duhet goxha punë ta heqësh këtë mosë nga karrikja. Po kuptove? E kuptoj. Ju përshëndes. Faleminderit, e përshëndesim mikun tonë, ndërkohë ecim miq të dashur me çfarë do të ecim. Të ndjekim një tjetër video nga kush më? Nga kryeministri, sepse nuk nguroi shumë dhe po e prisim. S'ketë ngopur, ë? Ja, më pëlqeu shumë që e përdori kartën e Islamit sërish. Oh. Ditën e djeshme. Hajde një. Dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli. Po nga Katari, që nuk besoj se mund të konsiderohet nga ata që i thonë vetes musliman, por vetëm musliman nuk janë. Vetëm Allah dhe Kur'an nuk kanë. Sepse bëjmë përdit krimin e ndaluar nga Kur'ani për të helmuar njerëzit me shpifje. Po si mund t'jem unë njerë kundër jush? Dhe kundër vetes. Dhe si mund t'jen gazetat e Greqis aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten, si ndodh kjo? Ato media kazan të Greqisë. Mund ta kisha gjithmonë mund ta kisha besuar kryeministrin nëse nuk do kishte 13 vite si vit keqe, po është sigurisht kjo një çështje delikate që do doj patjetër kujdesin e vet dhe ne po i bëjmë me një intensitet të jashtëzakonshëm të gjitha verifikimet tona për çdo gjë që po ndodh në mënyrë anësore ndaj këtij projekti, po dhe ndaj këtij momenti politik mbi të gjitha. Ndërkohë ka folur drejtori i policisë për dhunën në Zvërnecë. Ndoshta një pjesë nuk po e kuptojnë që edhe ata qytetarë më shumë se ngushtësisht për Zvërnecin kanë qenë pamjet e asaj dhune, humbja e monopolit dhunës nga ana e policisë shtetit, se hiri i tyre në Vlorë që e kanë provokuar gjithë këtë ngopje me padrejtësi. Ndaj le ta dëgjojmë pak pesën. Menaxhimi i strukturave, i situatave dhe problematikave nga ana e drejtuesve të drejtorive dhe komisariateve në varësi, integriteti, transparenca dhe shërbimi ndaj qytetarëve janë element bazë të vlerësimit për ta, por dhe domosdoshmëri për të mos humbur besimin dhe mbështetjen e qytetarëve. I kërkoj drejtorisë vendore të policisë Vlorë që të jetë sa më hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim të qytetarëve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kurrësi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punojësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Nëse edhe në rastin e Recep Ademit,
e goditën në sytë policisë, madje një pjesë e policisë goditi nënën e Recep Ademit në Golem. Mi bëj pak gati pamjet e dhunës ndaj familjes Ademi, edhe ndaj Recepit, edhe ndaj nënës tij. Sigurisht nuk pati asnjë mas për policinë, thjesht kjo situatë doli jashtë kontrollit të zakonshëm të menaxhimit të emocioneve qytetarëve. Kështu që ndoshta na duhet të jemi pak në vazhdimsi vigjilent. Miq të dashur, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Mirëmëngjes. Ti një parasysh. Qeveri, Shqipëria është e shqiptarve njerë, e pare punës. Edhe nuk është e qeveritarve. Edhe duhet që populli të ngrihet edhe të protestoj që ky skizofre, që ky imoral, ky poshtër, ky kriminel të largohet një sate më parë. Ky është një nga ata njerëz që në bashkinë e Tiranës, që mori sëpatën e doli të priste kolonën. Çdo presësh për ati, çfarë do presësh të mbet, një. Edhe duhet të ngrihet të gjithë diaspora që ta rrëzojnë në këtë qenë. E kuptoj. Dakor. Faleminderit. Përshëndesim mikun ton Juli nga Rimini. Kamionisti nga Rimini, thotë, ore protestën për zvërnesin, sigur tjetë duke organizuar Rama, se nuk do t'ja hapi gocës Trumpit, dhe pastaj thotë nuk do populli. Ore këtu çdo gjë mund të ndodhë, tanis, përveç se jetojmë në Tiranë, çdo gjë tjetër është e çuditshme. Po tha diçka për Ivankan, kryeministri dje. Çfarë tha? I bëri fala. Shpjegoi se përse kishte ardhur ajo zonja. Nëse mund ta ndjekim një mbështetje. Hajde një. Keni parë që kanë ardhur investitorët. Ka ardhur dhe ajo zonja në Vlorë. Nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë pushime, nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë fotografi. Ka ardhur në Vlorë me të gjithë grupin e arkitektëve, të gjithë bashkë, inxhinierëve, dhe kanë bërë gjysmëdite dëgjes me profesorë të etnologjisë, me profesorë të gjeodezisë, me profesorë të historisë këtu në Shqipëri. Profesorët janë gjallë, të cilët kanë folur për të gjitha këto aspekte, dhe aty një grup i madh njerëzish ka dëgjuar, ka bërë pyetje, ka marrë shënime. Por ne nuk dim asgjë për këtë. Ne na kujtohet që profesorët shkoi në Vlorë dhe një pronar biznesi tregoi se menun që kishte konsumuar në Vlorë. Mbase, si do qoftë, kam përshtypjen se pjesa më kulminante e atij fjalimi ishte 13-a, por para se të shoh 13-ën, do të shoh pak se si rastësisht policia mund dënoj njerëz pa dashje, pa dashur. Pa dashur. Ço po bëni more? Hiqi dur! Merri policin tash! Hiqi dur të re! Dhe gjitha po bëhet, sepse të obori shtëpisë tyre po bëhet hotel, Dakor, kthehemi. Megjithatë, me që ju pyetëm si largohet Rama, ai e ka menduar 13-ën. U gjet tradhtari, u gjet shitësia dheut, u gjet i korruptuari. Çik. Dhe ai është kryeministri juaj. Ishte dëftore. Mjafton, mund të mjafton. S'ka nevojë për më shumë. Më pëlqen ndonjëherë që e thot vërtetën kështu, gjastë me të kamufluar. E ka bërë disa herë këtë gjë, sidomos kur ka për të mbuluar në një gjë të rëndë fare. Dhe e tha, u gjet e dim që je pak i korruptuar, çik i lidhur me narkotrafikun, pak tradhtar. Gjatë vogla asgjë shumë serioze, por në këto momente mi që dashur 7:47 shënon ora, e di që edhe ju edhe ne keni nevojë për një tjetër shtys
energjitike dhe ndaj na ndihmon Magnet Doro Liquid, i cili rikthen balancën dhe energjinë në trupin tuaj, fal përbërjes së tij me magnez dhe përthithjes së shpejtë në organizëm, dikon atje ku keni më së shumti nevojë, në muskuj dhe në sistemin nervor. Është ideal për ditë të ngarkuara, të mbushura me stres, por edhe kur kryeni shumë aktivitet fizik, redukton lodhjen, mbështet muskujt dhe nervat. Magnet Doro Liquid është energji, qetësi dhe performancë në një produkt të vetëm. Ne do e marrim atë dozë, të rikthehemi më njëherë më fuqishëm.